Namazi çka i bën besimtarit? Po namazi është ai qetësuesi më i madh i shpirtit tënd kur ti ke ngacmime të mëdha, kur ke ti sulme të mëdha prej botës së padukshme. Po sot njerëzit janë të vujt. Ti mendon se në këtë perëndim gjitha segmentet e jetës ato i kanë të përsosura. Nga ana e jashtme duken mirë, betoni mirë, ndërtesë mirë, punë mirë, pamje mirë, por nuk është mirë në shpirt, nuk është rahat. Nuk është rahat. Ti mendon se gjithë atë pjesë të asaj bote atje, pa marrë parasysh, a është Amerika apo nuk është Amerika. Mendon se gjithë ato njerëz janë këtë rahatshëm. Nuk janë të rahatshëm. Edhe kush mendon se do ta bëjë rahat, një pjesë e atyre njerëzve mendon se unë siç ja filloj të pi alkool, do të dehem, do të më upë mendën, edhe një pjesë të kohës unë s'di çka bëj, edhe t'jem rahat vetëm mos të më vinë mendimet edhe kujtimet që i ka pasën të këqija. Edhe e nis fillon me alkohol, edhe ai me një kohë është i dehur dhe i mpim, ama ajo mpimja mas 6 ore, mas 7 ore i del. Prap ku do të kthjellet, ajo është alo ma i dëmtum, alo ma i shkatrum. Trupin shkatrum, mendjen e shkatrum, gjakin e shkatrum, edhe ai nuk është rahat. Ka siklete tjera të 33 tona në Evropë, statistika vetëm se kanë dalën njerëz dhe i kanë analizuar këto puna se nuk janë rahat. Ju mungon diçka në shpirt, se ai nuk është besimtar. Alternativa, oferta, shpëtimi, nuk ka tjetër shpëtim, nuk ka alternativë tjetër qetësuese për njerëzimin, për shpirtat e këtyre njerëzve dhe për zemrat e këtyre njerëzve që të shërohen përpas Islam. Unë nuk jam i pari që e tham këtë fjalë, e kanë thonë njerëzit para meje, edhe ato të cilët nuk janë musliman. Por ne tash sulmohemi her pas herë, s'ka problem, sepse Islami nuk është i imi, as nuk është i joni, është i gjithë njerëzimit. Ka shumë përkthime, është dorëzim, është shpëtim, është paqë, është rahati. Brenda këtë Islam e kemi këtë adhurim, këtë diazapamun të ta quaj namazin, që 100% të shpëton, 100% të qetëson, 100% të stabilizon. Nuk ka stabilizim më të mirë se sa namazi. Nuk ka qetësues për shpirtin tënd kur ti ngacmime dhe kur ti xhumin se ne bësh rahat se sa namazi. Nuk ka qetësim dhe nuk ka rahati dhe nuk ka mirësi dhe lumturi më të madhe se sa kur ti e bën namazin. Por na vetë besimtarët se kemi kuptuar se çfarë të mira na ka dhënë Zoti. Edhe ndajherë për me kuptuar ne se sa të mira na ka dhënë Zoti, këtë rreth namazin i shikojmë të tjerit që kanë pranuar Islamin, edhe kur ato e tregojnë, thot unë jetën time e kum pasën 30 vite të degenerume, 30 vite nuk kum ditë ku kum shkuar, 30 vite kam qenë me narkotike, me gjëra të drogës e kështu me radhë. Tash e tregon se unë shpëtimin e kum gjetën vetëm namaz. Edhe ai e ka nije atë lezetin e namazit. Na nuk themi se nuk e kemi shiju lezetin e namazit. Por sikur se her pas here me na u largu ki lezet, edhe sikur se mos tham të folin në gjuhë shqip, kur se jemi të hongër pas ulin pak rrit. E du që atë kripa pak me aqit nga pak, që ta kemi lezetin e ati pasulit që e hajmë, sikur se e hajmë atë pasulin me atë lezet mirë, ta kemi edhe qetësimin ton, shpirtit, me adhurimin të Allahu dhe Xhelal këtë rast me namazin.